Është fund vit, 27 dhjetor e shtunë. Jemi nisur për Prishtinë, atje ku nesër qytetarët ju drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre për 4 vitet e ardhshme. Zgjedhjet e nesërme janë të tretat brenda një viti. Një precedent për vendin, por të patjetërsueshme, pasi vijnë pas një bllokimi institucional që zgjati më shumë se 9 muaj. Këto zgjedhje të jashtëzakonshme u thirrën pasi asnjë parti nuk arriti të formojë qeverinë pas zgjedhjeve të rregullta, të mbajtura më nën shkurt. Mungesa e konsensusit politik e la vendin pa institucione funksionale. Fushata zgjedhore u zhvillua me takime intenzive, adresime publike, por edhe debate televizive. Lëvizja vetëvendosje premtoi rritje të pagës minimale, rritje të pensioneve. Kurse opozita e përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, premtoi përmirësim të mbështetjes financiare për familjet, shëndetësi më cilësore, zgjidhje për krizën energjetike, si dhe integrim të Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në këto zgjedhje garojnë 22 subjekte politike, ndërsa mbi 2 milion qytetar kanë të drejtë vote. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 948 qendra votimi, me mbi 2600 vendvotime brenda Kosovës. Votim fizik ka edhe jashtë vendit, në ambasada dhe konsulata në 29 përfaqësi diplomatike të Kosovës. Pritshmëritë nga këto zgjedhje janë të larta si në planin e brendshëm, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Se cili do tjetë epilogu i këtyre zgjedhjeve, e mësojmë nesër pas mbylljes së kutive të votimit.